Të nderuar teleshikues, mirë se vini tek Zona Zero që transmetohet këtu në Top News çdo të hanë edhe çdo të ejte ora 20:30. Si zakonisht, sonte në pjesën e parë të këtij emisioni do të merremi me analizën e fushatës zgjedhore. Do flasim pak për sondazhet e fundit të publikuara nga Top Channel. Në pjesën e dytë do flasim për vjedhjen e thesarit të shtetit, duke filluar që nga koha e mbretit Zog e deri në ditët e sotme dhe krejt në fund do flasim për zgjedhjet në Kosovë të cilat kanë përfundu, por asesi Albin Kurti nuk po arrin që të zgjedh kryetaren e Kuvendit të Republikës të Kosovës. Në pjesën e parë kam të ftuar Dashnor Sula, mirë se vjen Dashnor. Mirë mbrëma, faleminderit për ftesën, kënaqësi, Milaim. Është deputet tani në rolin e analistit dhe kolegja ime Denada Jushi, mirë se vjen Denada. Mirë mbrëma. Kishte një urim fillim. Po, për zotin Thaçi besoj. Po, feston ditëlindjen, kështu që do donim ta kishim Kosovë, por shpresojmë vitin tjetër po. Pra sonte presidenti Thaçi i burgosur në Hagë ka feston 57 vjetorin e lindjes. Po i bie që pak më i ri se unë ajo. Faleminderit që keni ardhur. Tani po e fillojmë fillimisht me sondazhet. Keni pas mundësi, besoj që do t'i kemi në ekran që t'i përcjellni. To janë Partia Socialiste 49.2%, Partia Demokratike Sali Berishës 35.7%, Lëvizja Shqipëria Bet Adriatik Lapaj 6.8%, Mundësia Agron Shehaj 1.6%, gjitha partitë e tjera 1% ose me pak, edhe të pavendosur 3.4%. Sula? Sigurisht sondazhet kanë vlerë, ka rëndësinë e tyre. Me sa kam unë informacion, këtu bëhet fjalë për periudhën në muajt shkurt, se jo. Edhe unë ashtu lexova. Po, është muaj shkurt, pra që ka kaluar mbi një kundër përgjigje që ishte nga La Civita. Një muaj e ca përpara. Do të thotë që përsëri këto kanë lëvizur gjërat, por gjithsesi sondazhet kanë vlerën e tyre. Unë kam dyshimet e mia, sigurisht për mënyrën se si organizohet sondazhet në Shqipëri, jo sepse nuk kanë realitetin nuk janë reale, por nuk kanë realitetin e plot të shpjegimit të gjërave dhe mos harroni që ka disa faktorë të cilët ndikojnë dhe që unë shpesh herë kam përshtypjen që shumica e qytetarëve nuk deklarohen në mënyrë të drejtë, duke pasur parasysh edhe target grupeve të cilët intervistohen, duke pasur parasysh përveç atyre të cilët janë njerëz ose shpirta të lirë, që nuk kanë lidhje me shtetin, janë më të prirur që të thonë të vërtetën, ndërsa pjesa tjetër janë për të marrë në rezerva, sepse ju garantoj që telefonatat kur bien sondazhe nuk janë telefonata me identifikuar njerëz që siç është Milaimi apo Dashi apo njëri tjetër, po janë të rastishme dhe bie që mund të jenë njerëz të administratës apo njerëz kuptohet të forcave politike që janë simpatizantë, por janë të ndryshëm. Gjithsesi sondazhe bën përmes thirrjeve telefonike? Po, përmes thirrjeve telefonike, po normal. Unë kam menduar që bën përmes ndonjë statistike? Jo, shumica nëpërmjet thirrjeve telefonike. Nëse flasim për sondazhet, Milaim, duhet të themi që në Shqipëri të paktën dy fushatat e fundit, pra të 2021 dhe 2025-s, kemi një inflacion të sondazheve. Domethënë, nuk e di me qëllim apo pa qëllim, kemi një mori sondazhesh të cilat na serviren 2 muaj, 1 muaj, 2 javë, 3 ditë deri para zgjedhjeve. Disa pikpyetje i kam sa i takon sondazheve, besueshmëria e tyre, dhe ngritja disa pikpyetjeve si besueshmëria, fakti që a janë këto sondazhe... Besueshmëria dhe më thonë janë të pabesueshme. Jo, kur themi të besueshme, sepse në çdo vend të botës patjetër që ka sondazhe. Mëshimi i faktit të sondazheve që bëhen diskutim
të tryezës politike apo të diskutimit mediatik më shumë se sa vetë fushata, më shumë se sa gjithë diskutimi politik, kandidatët, listat apo çdo gjë që duhet të shohim gjatë një fushate më bën të ngrej një pikë pyetje. Për shembull, doja ta diskutoja edhe me Dashën, duke qenë se ka qenë politikan karriere, pra ka disa vita, duken të besueshme apo duken si të, po themi, të porositura për të çuar diskutimin drejt njërit lider apo liderit tjetër? Tani, njëherë gjëja më gabim që bëjnë mediat apo të cilët bëjnë sondazhe, përqendrohet e gjithë sondazhi dhe gjithë fokusi apo gjithë bateritë vetëm tek dy emra, tek Edi Rama dhe Sali Berisha. Thua ti, pa diskutim ka rëndësinë e vetëm që nuk diskutohet, janë udhëheqësit e dy forcave më të mëdha politike, të opozitës dhe majorancës, por do të ishte shumë herë më mirë, shumë herë edhe për qytetarët dhe për vizhshmërinë e tyre, sepse nuk votohet vetëm Edi Rama dhe Sali Berisha. Votohen dhe ato kandidatë të cilët janë në listat proporcionale të rajonale që janë të qarqeve, 12 qarqeve. Që do të thotë do ishte shumë herë më mirë dhe rëndësishme që të kishim pyetjen e sondazhet të bëshën në pyetje edhe të drejtë për drejta ndaj pëlqyeshmërisë së kandidatëve të cilët, se në fund qytetarët ja kam thënë dhe unë kur kam qenë në zgjedhje, kam 20 vite në politikë, që nuk do ketë mundësi nesër kur çdo qytetar të vi takoj Edi Ramën në Tiranë apo Sali Berishën në Tiranë, kur çdo që të jetë kryeministër. Absolutisht, kontaktin e parë, marrëdhënien e përditshme, përjafshme, përmuajshme dhe të përvitshme e ka me kandidatët të cilët ato zgjedhin, të cilët ato votojnë, pavarësisht forcave politike, se prekshmëria këtu është, pavarësisht pastaj pjesa tjetër të cilët se do duhet të kishim edhe një sondazh. Kush është sondazhi për shembull? Një pyetje kryesore do të ishte një sondazh pse ose është e drejtë që 94 deri në 96 deputet zgjidhen nga lista e mbyllur dhe cilët janë të emëruarit e partisë të kryetarit, apo vetëm 44 deputet apo 46 deputet i bie që të jenë të zgjedhur të drejt për drejt nga qytetarët, që do të thotë është e drejtë që nuk votohet për listën e mbyllur në gjithë qarqet, apo vetëm e drejtë është që votohet vetëm për listën e hapur. Vendimi për të ndryshuar kodin, pra, apo të gjithë procedurën, merret nga deputetët, apo jo? Deputetët a janë të përzgjedhurit e zërit qytetarëve, pra teorikisht se cili për jush kur voton në parlament është duke përfaqësuar votën dhe emrin tonë, pra në mënyrë jo të drejtë për drejtë, por... Unë nuk dua absolutisht të mburrem dhe nuk e quaj, jam krenar që jam i vetmi deputet që ka votuar kundër kodit zgjedhor në korrik të vitit 2024. Dhe ato që kanë bërë kolegët e mi, që ja kam thënë që atëherë, dhe kam bërë një fjalim të fortë, dhe biles deklarata ime ka qenë që për opozitën është gabimi më i madh, autogol shumë i madh të cilit bën, sepse opozita nuk ka detyrimin opozita të realizojë zgjedhjet, pavarësisht që është aktor në zgjedhjet. Detyrimin e ka qeveria, e ka majoranca të sigurojë kushtet dhe për zgjedhjet. Dhe kodi zgjedhor i cili u miratuar në korrik të vitit 2024 nga të dy forcat politike ka vetëm një reflektim vetëm për vendimin e gjykatës kushtetuese. Nuk ka reflektuar absolutisht sugjerimet dhe detyrat OSBE Odirit. Dhe kjo është e tmerrshme, e cila ka ndodhur. Pra, vendimi i gjykatës kushtetuese, i cili bënte fjalë për pragun dhe u bë një marrëveshje e fshehtë, po them, që ndryshuat komplet sistemi zgjedhor, që bë me listat e mbyllura, në një kohë që me sa kam unë informacion, Partia Socialiste ka kërkuar vetëm uljen e pragut nga që ishte një numër i madh rreth 6500 deri në 7000 vota, të cilët bënte sens më shumë, pavarësisht që unë personalisht jam për një sistem zgjedhor krejt ndryshe, sistemi majoritar, siç ka qenë i pasur në 100 zona zgjedhore të cilat e ka pasur Shqipëria, ose të paktën do të ishte, nëse do bëj sistemi proporcional, të ishte bar kombëtar, sepse një Kosovë. Si Kosovë, pse? Sepse një target group është votash qytetarëve ikin në kosht, pa vlerë. Dhe këto janë mira, po ju them mira, ndoshta me një përqindje të lartë deri 10%. Ose të partia më e madhe. Jo, Milaim, çfarë do të ikin po vetë. Do të shpjegoj këtë gjë. Ne marrim se gjithmonë referohet, pika referimit është ikin. Patjetër. Jo, nuk ikin. I fituari kryesor në këtë rast është partia e madhe, Partia Socialiste. Ato janë fituarit, por që nuk është normale. Pastaj vjen ka një, po themi, një
Partia Demokratike dhe pjesa tjetër që janë më të masakruarit janë çdo iniciative partive të reja të cilat e kanë shumë të vështirë ndryshe nga Kosova, nëse i referohemi, të cilat mënyra se si është ndërtuar kodi bën që mos të ketë fuqi të plot asnjë parti, as Albin Kurti në rastin vetëm lënë definicionin fundor. Lënë definicionin fundor, si ndodh. Merru me vlerën e votës. Pra çdo qytetar që shkon voton, vota do të ketë vlerë, por vota këtyre qytetarë nuk ka vlerë, ikën kosh të plehrave, derdhët atje, që t'jemi qartë. Pse? Merë rastin 2021, LSI merr 110.000 vota dhe përkthehet në 4 mandate. Në një kohë që në terma ideal do duhet rreth 10.000 vota sipas numrit të votuesve që të jetë një mandat. Në kuptimin që partitë të morin 7 mandate. Kodi se ne do bëjmë gjithë dakord që kodi sa herë ndodhyet në klasa politike, akoma më keq bëhet. Domethënë, nëse ka një gjë që bëjmë dakord, listat e hapura e kishim, i mbyllëm se thanë futën njerëzit e pushtetshëm, ata që kishin para kur kandidonin drejt për drejti, u futën, i bëm të mbyllura, u futën dhe më shumë njerëz me para, biznesmen, njerëz problematik, 2013, po duash të ta kujtoj, zoti Rama i futi të gjithë, çfarë pati të gjithë kundër.